Policia rrugore ka vendosur 9 masa administrative ndaj mjeteve të tonazhit të rënd që qarkullonin me targat huaja në qytetin e Vlorës. Bëhet të ditur se mjetet ndaj të cilëve janë vendosur këto masa janë të kompanisë të dyja grup të Valon Ademit që transportojnë inerte në drejtim të aeroportit që po ndërtohet në qytetin bregdetar. 3 mjete janë gjobitur me nga 2,4 milion lek të vjetër për mos vendosjen e tahografit, 5 mjete të tjera janë gjobitur me nga 450.000 lek të vjetër për mungesën e mbulesës dhe dalje në rrugë të inerteve, ndërsa një mjet është gjobitur me 120.000 lek të vjetër për mungesë të targës në pjesën e pasme. Drejtuesit kanë afat 15 ditë për të shlyer masat administrative me 15% ulje dhe për të paraqitur pranë seksionit të qarkullimit rrugor për tërheqjen e dokumentacionit. Nëse brenda 30 ditëve masat administrative nuk shlyhen, policia rrugore do të vijojë me ndalimin administrativ të mjeteve. Prej rreth një jave, punonjësit e kompanisë të dyja grup të Valon Ademit po vijojnë përplasjet me punonjësit e kompanisë Mapco të Bexhet Pacollit, teksa së bashku me policinë nuk po i lejojnë të fundit të hyjnë në godinën e aeroportit që po ndërtohet në Vlorë.